Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faleminderimi edhe lavdërimi I takon Allahu Gjelleshanuhu për të gjitha të mirat që na ka dhënë, për më tepër musliman që na ka bë. Në bëri prej fesë islame, e cila fe është e vetmja e pranuar tek madhria e tij. Na obligojmë me obligimet e cilat këtë botë konsiderohen ibadet që e bëjnë të lumtur personin I cili I çon në vend në këtë botë, kurse fitues me xhennet në botën tjetër në ahiret. Allahu nasib xhennetin inshallah të gjithëve. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë besimtarët islam, të cilët ndoqën, ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dije se të gjitha obligimet me të cilat Allahu na ka obliguar janë në vetë mirën tonë apo të mirën atij I cili I zbaton. Pra, të sevapet e fituara nga obligimet me të cilat Allahu na ka obliguar I dedikohen apo I kthehen vetë personit I cili I vepron apo I zbaton, pasi që Allahu Gjelleshanuhu nuk ka nevojë për ibadetet tona, nuk ka nevojë për namazin ton, nuk ka nevojë për agjerimin, Ramazanin dhe zeqatin dhe haxhin. Pra, ata I ka bë që neve të na bënë një sistem të jetës dhe sevapet e fituara nga këto ibadete pra I drejtohen apo I kthehen vetë personit I cili I praktikon. Andaj ne sot do të flasim për një obligim I cili ka shumë vlerë në këtë fe madhështore dhe është njëra prej 5 shtillave të Islamit. Dhe ajo është zeqati. Pra, kështu që kjo është një temë me të vërtet shumë e gjerë, por unë do të mundohem që shkurtimisht ta përmbledhin në pika të shkurta, duke mos hi detajlisht në këtë obligim, mbasi që kjo është një ibadet I cili, siç thash, është njëra prej 5 shtillave të Islamit dhe shumë njerëz e anashkalojnë këtë ibadet, ndoshta nuk ja din vlerën, por duhet ta dim se ai njeri I cili nuk e respekton apo nuk e zbaton, nuk e jep zeqatin, ai njeri është një prej gjinoqarëve të mëdhej. Edhe nëse e mohon, nuk e pranon si një lloj prej një kusht prej 5 kushteve të Islamit, pra ai del edhe nga Islami dhe nuk konsiderohet si musliman. Allahu na ruaj dhe na udhëzoft inshallah. Për vlerën e këtij ibadeti është vetë Allahu folën në Kur'an se e ka përmendur mbi 70 vende në Kur'an. Kështu që për t'ia dhënë vlerën ala më të lartë e ka bë së me namazin ku mbi 32 herë përmendet në Kur'an. Allahu Gjelleshanuhu thot wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqin. Kjo është një prej shumë ajeteve të cilët Allahu na përmenden dhe na urdhnon me dhënien e zeqatit, pra falnja namazin jepnja zeqatin, pra falnja namazin dhe jepnja zeqatin. A pejgamberi alayhi salatu wassalam tha se në hadisin e tij ki Islam qëndron mbi 5 shtilla. Bunia al-Islamu ala 5. E para është shqiptimi I dëshmisë apo shahadetit se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguar I tij. E dita është falja e skove të namazit, e treta është dhënia e zeqatit, e katra është agjerimi muajit të Ramazanit dhe e pesta është shkoja në hax një herë në jetë kush ka mundësi. Pra këto ishin 5 shtilla dhe në mesin e 5 shtillave të Islamit është edhe dhënia e zeqatit. Pra, për hir të kohës unë do të hi drejt në çka është zeqati, do të parashtrojmë nëse dikush po pyet se çka është zeqati, pra atëherë zeqati në aspektin gjuhësor është pastrim apo larje dhe kuptimi tjetër është shtim apo rritje. Do thotë se Allahu Gjelleshanuhu thot në Kur'an khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Merr nga muslimanët, merr zeqatin nga muslimanët që të pastrosh pasurinë e tyre dhe njëjtën kohë edhe të vazhdosh ata me dhënien e zeqatit. Pra kështu që kuptohet nga ky ajet kuptohet se zeqati është pastrim dhe shtrim. Pra pastron pasurinë, pastron edhe nga gjinohat shpirtin nga gjinohat dhe kështu me radhë dhe ta shton pasurinë me një fjalë, ta rrit pasurinë dhe kjo do të thotë se zeqati në kuptim në shiqim të parë shifet se është paksim
se ti nxjerr nga pasuria, po në mbretësi është shtim, siç edhe Allahu e vërteton në ajetin të cilën e lexova. Kurse në aspektin e shariatit, zekati do të thotë është një lloj ibadeti që i bëhet Allahu xhalleshanuhu me një lloj, me një pasuri të caktuar, në kohë të caktuar, në grupe të caktuar dhe me sasi të caktuar. Atëherë, nëse dikush pyetën pa në cilët lloje të zekatit, në cilën lloj të pasurisë duhet të japim zekat. Pra, siç e pam edhe në definicionin e zekatit, se jo krejt llojet e pasurisë meritojnë zekat, po janë pasuria e caktuar që meriton që të jepet zekati, ato që obligohemi me dhënien e zekatit. Për atyre është ari, argjenti, valutat, paret, qofshin euro, franga, denar, kështu me radhë, materialet e tregtare, për shembull pasuria që përdoret për tregti, prodhimet bujqësore, disa nga prodhimet bujqësore dhe njëjtën kohë edhe nga disa kafsh shtëpiake. Për dhënien e zekatit, në gjitha këto, ku thamë edhe parë se nuk ka brajon këto, për të llojet e pasurisë janë për të dhënë zekatin dhe që meritojnë zekatin, por normal në definicion e lexuam dhe thamë se është në sasi të caktuar. Dhe nëse për të arrit ato për të obligu zekati, duhet të mrinë nisabi. Ajo sasia e caktuar që duhet të jepet zekati, dhe kështu që në ar dhe argjent dhe në valutat apo në pare, ajo është 2.5%. Kurse sa i përket prodhimeve bujqësore, ati dhe këto në arin dhe argjentin dhe të hollat, pra është 2.5% dhe është kusht që të kalone një vit ajo pasuri të jetë në pronën e personit, e atë ditë që bën një vit nga vitet hënore, do thot me muajt e hënës, atëherë atë ditë që e bën një vit, duhet ta llogarisë pasurinë e tij apo paret e tij, arin e tij dhe të japë zekatin, dhe kështu që në ar dhe argjent është në 91.6 gram. Nëse ka më pak se 91.6 gram, ai nuk obligohet me zekat. Pra nëse, për shembull, ai sot e shef pasurinë e tij se e ka vlerën e 91.6 gram dhe ki e shënon këtë datë dhe pret një vjet kalone, dhe mbas atë kur të bëhet një vit, pra 355 ditë, atëherë e shef prap se sa nëse e ka mbi 91.6 gram, atëherë obligohet të hapë zekatin dhe atë e hap 2.5% nga jo. Dhe kështu që edhe ke paret, sa i përket pareve, edhe paret duhet të jenë një vjet në pronën e tij. Dhe sa duhet të jetë nisabi i pareve për të dhënë zekatin, ajo është krahasohet me gramazhin e arit. Për shembull, nuk është definuar, nëse vjet ka qenë për shembull 5.000 euro, si mjet nuk do të thotë se duhet të jetë prap 5.000 euro, varësisht se sa është në treg ari. Kështu që të jem më i qartë, kështu që ti nëse ke sot pare për të bledh 91.6 gram për të blej ari, me ato pare, prej atë diti, prej këtij momenti e shënon dhe pret kështu që të kalone një vjet. Kur të kalone një vjet, atëherë i numron paret tuja. Nëse kije ti atë sumë dhe ose mbi atë sumë, do thotë mbi vlerën e 91.6 gramve, atëherë ti obligohesh të japish zekatin dhe nga ajo duhet të hapish 2.5%. Dhe kjo është shumë me rëndësi, duhet të përmendet se tham në definicion se është me sumë të caktuar. Nuk mundet ti të hapish zekat sa don ti, por a e ka vlerën e caktuar. Për shembull, nëse ti ke 10.000 euro, nuk mund të hapish ti 100 euro dhe thuash që kam dhënë zekatin, po në 10.000 euro duhet të hapish 250 euro dhe kjo atëherë e ke dhënë zekatin. Kurse në prodhimet bujqësore, kjo nuk është kusht që të pritet një vjet, por thot Allahu xhaleshanuhu wa atu haqqahu yawma hasadihi, dhe ip një hakun e saj në atë ditë në ditën e korjes, në atë ditë kur e mbledh bereqetin, dhe kështu që bereqeti për të arritë, për të siç është gruri, misri,
dërshëra, helbi, arat, lethia dhe kështu me radhë, këto janë kush që ta mrinë nisabi për të obliguar zekati është të ketë mbi 653 kilogram. Nëse ke mbi 653 kilogram, atëherë ti obligohesh të hapësh zekatin. Dhe nëse ke më pak nga që nuk i obliguar të hapësh zekatin, dhe zekati i jepet atë ditë që e mbledh bereqetin, dhe nëse është ujit me mund me pare, i jepet 500. Kurse nëse nuk e ke ujit, do të nuk ke bë harxhime në ujitjen, i jepet 10%. Dhe është shumë me rëndësi të përmendes se tu duhet të largohen edhe harxhimet që i kemi bën për këtë bereqet, siç është lavra, siç është puna, stërpikja e kështu fara me radhë, këto harxhimet e këtire, kur i largon ajo çka tjetë nga ajo, atëherë duhet të hapish 5 ose 10%. Kjo ishte në sa i përket llojeve dhe sasisë me të cilën ne obligohemi që të hapim zekat. Tash e parashtojmë pjeqen në kuj duhet i jepet zekati. Zekati, siç tham edhe në definicion, është në grupe të caktuar, dhe këto grupet i ka caktuar Allahu xhalla xhelalu wa xhalla shanuhu në ajetin 60 të surës At-Taube. Unë për hir të kohës do t'i them vetëm në gjuhën shqipe, dhe thot Allahu xhalla shanuhu, pra çdo gjë jashtë këtyre 8 grupeve nuk i takon zekati, po zekati duhet i për tire 8 grupeve, dhe kështu kemi edhe një rast në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur i erdhi një njeri dhe i tha pejgamberit që t'i kërkone nga zekati, pasurinë nga zekati, tha nëse i jem njëri prej këtyre 8 grupeve, atëherë urdhno merr zekat, nëse jo, atëherë largo. Dhe kush janë këto? E para, grupi i parë është i varfuri, i cili nuk ka asgjë nga pasuria. I dytja është ai miskini, do thot ingrati, i cili ka diçka por nuk i mjafton. I treta është ata të cilët punojnë në mbledhjen e zekatit. E katra me radhë është ata të cilët duhet të përfitohet zemrat e tyre, pasa kanë hinë në islam dhe për t'i përfitu zemrat e tyre u jep nga zekati. Pastaj grupa i tjetër me radhë është ata të cilët kanë hinë në borxhe të thella, dhe i lejohet që borxhliu t'i jepet nga zekati që ai të dalë nga ai borxh. Dhe grupa e gjashtë me radhë është grupa të cilët janë rob për ta liru një rob, edhe ati lejohet të jepet zekati. Grupa e 7 është në fi sebilillah, ata që janë në rrugë të Allahut. Dhe këtu inshallah do të ndalemi pak më gjerë, pasi që të përmendim edhe grupën e 8. Grupën e 8 janë ata wabin sebil, ai cili është në rrugë, ka mbet në rrugë dhe duhet i jepet pare këtij nga zekati për të shkuar deri në shtëpinë apo në vendin e tij. Këto ishin 8 grupe të cilët e meritojnë dhe u takon zekati. Jashtë këtyre 8 grupeve, kushdo ku e jep zekatin, jashtë këtyre 8 grupeve duhet të ditë se ai nuk ka zekat dhe nuk ka dhënë zekat. Pra, këto 8 grupe janë mundet të jepet në të gjithave, ose duhet shifet se cila grup ka përparësi, ose cila grup ka më të për nevojë për t'ia dhënë zekatin. Për atë tuke vendi janë fokusuar shumë njerëzit fukaraja, po fukaraja është njëri prej 8 grupeve. Po t'ishte vetëm t'i takonte zekati vetëm fukaras, atëherë nuk do t'i përmendte Allahu edhe 7 grupe tjera. Dietarët thuan se vetë duhet vendoset në shoqëri, pasi që ki është një ibadet, nuk është individual, por është ibadet shoqëror, institucional. Dhe në këtë mënyrë ata të cilët janë përgjegjës për mbledhjen e zekatit, ata duhet vendosin duke pa se cila grup prej tyre ka më tepër nevojë dhe atyre t'u jepet. Në vendin tonë ku nuk shteti, ku nuk ka interesim dhe nuk finanson për jetën fetare, atëherë është parapa që zekati të jepet ku në këtë pikën e 7. O fi sebilillah. E fi sebilillah janë ata të cilët mundohen që të përhapin islamin, si që dietarët që i studiojnë, që i ligjërojnë
apo i përgatisin kuadrat e reja për të përhap islamin, për të përhap fjalën e Zotit. Pra lufta në lugë të Zotit nuk është vetëm kur ajo që bëhet me armë, por edhe ajo që bëhet me fjalë dhe me shkrim dhe me laps. Dhe këtu në këtë vendin ton kuptohet se është i vendimi i përgjithshëm si në Kosovë, si në Bosnë, si në Maqedoni, se për mbledhjen e zekatit janë bashkësitë islame, se ata janë ata të cilët kujdesen për jetën fetare të besimtarëve të këtij vendit. Dhe faktikisht zekati duhet të mlidhet, mbasi që është një ibadet institucional, duhet të mlidhet në një vend siç është Bashkia Islame dhe ata pastaj e shpërndajnë atje ku duhet të shpërndahet. Pra nëse dëgjohen fjalët se ne nuk ja apim zekatin në bashkimin islame se e keq përdorin. Është problemi kështu se zekati nuk jepet me inat, se kjo është ibadet. Kjo është ibadet i cili nuk duhet të praktikohet ose të jepet nga inati, por duhet të jepet nga obligishmëria, ti duhet ta kuptoj se ke obligim. Dhe nëse ti e ep në bashkimin islame, do të thotë se edhe nëse ato e keq përdorin, ti e ke zekatin në vend. Por nëse ti e ep jashtë kësaj, ati ku mendon ti, nëse ai e keq përdorën, ti ke mbet pa zekat. Allahu na mëshiroft dhe të gjithëve zekatin na mundsoft që ta japim, se kjo është një prej 5 shtillave të Islamit dhe të na pranone inshallah. Dhe për fund kush çfarë dënimi kanë ata të cilët nuk e japin zekatin? Unë shkurtimisht, masi që Allahu ka në shumë ajete e përmenden dënimin e atyre të cilët nuk e apin zekatin, unë edhe të them se ai ka dënim qisht në këtë botë. Një nga ajo se ati i paksohet pasuria dhe bie deri në fukarallëk, kurse në botën tjetër, thot Allahu xhaleshanu, që pasuri do të fërkohet në zarm në prush të xhehenemit dhe me atë ashtu do t'i fërkohen balli i tyre, shpina dhe anët e tyre. Dhe kjo pasuri, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, që nuk është dhënë zekati, do të bëhet në formë gjarpni të helmues, i cili do të mbështjellë këtë njeri dhe do ta dënone, kështu që ky dënim do të zgjase në ditën që është sa 50.000 vjet. Kështu Allahu na mbroft inshallah, na mëshiroft, na mundsoft që urdhnat e Allahut t'i çojmë vend mbasi që ato janë për dobinë tonë. I lutem Allahu xhaleshanuhu që ibadetet të cilat të gjitha që i bëjmë Allahut na pranon, e veçanërisht agjerimin që e bëjmë, namazin e taravih dhe ibadet e tjera, dhe inshallah Allahu xhaleshanuhu na mundson ta kuptojmë se çdo një obligim me të cilën Allahu na ka obligu është për të mirën tonë, ai na shpërblen këtë botë dhe në botën tjetër në ahiret. Allahu na bashkoft të gjithë në xhennet. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.